Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Cristiano Ronaldo ma ka lypur. Juliana tregon historinë se si ka takuar futbollistin e njohur. Juliana Nura ka zbuluar një histori me një takim që ka pasur me futbollistin e njohur Cristiano Ronaldo në vitin 2016. Në një intervistë ajo ka treguar se si kishte nisur gjithçka në një ditë në Ibiza ku zhvilloi një fest. Ishim në Ibiza, aty ishte një jaht që ishin disa jate të tjerë te porta dhe ishte si party. Njëri nga të ftuarit ishte Ronaldo dhe ishte afër tavolinës time. Juliana rrëfeu se Ronaldo i kishte kërkuar numrin përmes një shokut të tij, duke i ftuar në një festë që do të zhvillonte ditën tjetër. Duke bërë shaka, duke kërcyer, erdhi njëri dhe më tha: "Ronaldo po të kërkon numrin. Nesër është një party këtu afër dhe jeni e ftuar." Kemi bërë muhabet, por ishte shumë djalë i mirë, shumë i thjeshtë, shtoi ajo. Modelja përmendi edhe një rast tjetër ku kishte takuar Karim Benzema në Dubai, por u shpreh se ndryshe nga Ronaldo, ai ishte më i ftohtë dhe jo aq i qasshëm. "Kam takuar të Benzeman në Dubai dhe ishte si mbreti i botës." "Po kush je?" "Askush," tha Nura. "Ishte shumë i respektueshëm dhe për këtë kam një respekt për Ronaldon," përfundoi ajo.